Është një këshill e Aishës radiallahu anha, këshill e Aishës radiallahu anha, Aisha radiallahu anha dietare këtij umeti. Dietare mbi dietarët. Dhe ka thënë Aisha radiallahu anha, mos i tregoni njerëzve gjunahet. Po bëni istighfar te Zoti, kërkoni falje te Zoti. Se njerëzit nuk të arsyetojnë, por njerëzit të sulmojnë. Prandaj, thash edhe njerëz që ka njerëz që ku ti shikojnë ato të zezat e tuaja dhe sulmojnë, kështu që nëse ke bëj gabime, siç u thash, nëse bën dhe s'ka njeri, e kemi përmendim, s'ka njeri që s'bën gabime. Mirë, po gabimet e tuaja mos ja shpalos njerëzve. Mos ja tregoj njerëzve. Po gabimet e tuaja mes teje mes Zotit kërko falje te Allahu subhanahu xhalla xhelalu. Pse? Sepse momenti që ti ja tregon njerëzve gjunahet ose gabimet e tuaja, do vinë ndoshta herën e parë tot esa gjunati. E di, ndoshta të ngushëllon për atë moment, ama ajo e ka armë rezerv. E ka armë rezerv. Që ndoshta do vi momenti që ajo këtë armë që ti ke tregu gjunahin tënd, ajo nesër do ta përdori kundër teje. A nesër ka me përdor kundër teje.